Në Tiranë, mesha katolike e vigjiljes së lindjes së Krishtit u mbajt në katedralen e Shëmpalit dhe u ndoq nga qindra besimtar. Arshipeshkvi i Arqidioqezës Metropolitane Tiranë-Durrës, Imzot Arjan Dodaj, teksa mbajti meshën e Krishtlindjes, përcolli mesazhin e tij për vëllazëri, paqe e begati. Vëllezër dhe motra, në këtë natë të shenjtë, le ta pranojmë në jetën tonë Jezu Krishtin. Le të rrim zgjuar si barit që paqja e hyjt të banojë më në fund dhe të gëzoj zemrat tona. Ti mbushi plot hare dhe bekim familjet tona. E kështu qoftë kjo Krishtlindje në mbështrimin e ëmbël të nënës së Këshillit Mirë, martirëve tanë të lumë që ndërmjetësojnë për ne dritë, gëzim dhe shpresë për mbar popullin dhe vendin tonë. Amen. Në Shkodër, mesha e shenjtë për besimtarët u mbajt në katedralen e Shën Shtjefnit, drejtuar nga arqipeshkvi i Arqidioqezës Shkodër Pult Imzot Giovanni Peragjine, i cili përcolli mesazhet në këtë ditë të shenjtë. Ne, të gjithë ne, jemi shumë. Si katolik të Shkodrës, do të jemi dritë e gjallë në këtë qytet, të sjellim ngrohtësi, shpresë dhe jetë në një shoqëri shpesh të shënuar nga varfëria materiale dhe edhe më shumë nga varfëria morale, nga padrejtësitë, nga dhuna dhe shqetësimet e të rinjve. Edhe në Vaun e Dejës, mesha u kremtua në qendër të dioqezës së Sapës, në katedralen Nën Tereza. Ndërsa besimtarët e Pukës e pritën lindjen e Krishtit në kishën e Shën Gjon Pagëzuesit, në meshën e drejtuar nga famultari Dom Zef Marku, i cili i ftoi ata të hapin zemrën e tyre për Krishtin, për të gjetur paqen shpirtërore. Në Lushnjë, besimtarët katolik kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjeve në kishën e shenjtëve Pjetri e Pali. Ambienti i jashtëm i kishës ishte dekoruar me skenën e lindjes së Krishtit, në një kasolle barinsh mes njerëzve e kafshëve. Meshën e shenjtë të Krishtlindjes e mbajti Dom Gjoni. Mesha tradicionale për festën e lindjes së Hyjit nisi me vendosjen e foshnjës në një shportës nën këmbët e altarit të kishës. Në Durrës, Krishtlindjet katolike u kremtuan në famullinë Shën Dominiku, ku besimtarë të shumtë u lutën për sa më shumë paqe e begati. Mesha e Krishtlindjes u mbajt edhe në Krujë, ku në të gjitha kishat e këtij rrethi, mira besimtar kremtuan meshën e lindjes së Krishtit. Krishtlindja, festa e lindjes së Jezusit, është një nga ngjarjet më të mëdha krishtere, që shënon zbritjen e perandorisë në tokë për të shpëtuar njerëzimin. Besimtarët katolik me qirinë në duar presin me lutje shmbërritjen e mesnatës së 25 dhjetorit, lindjen e birit të Zotit.